What the fuck? Atëherë mirë se erdhët në këtë WTF speciale Fatosa po jo, ndryshe nga çdo episod tjetër, ne po dalim në transmetim në një ditë tjetër sepse kemi një të ftuar shumë special. E vërtet, ai është një nga personalitetet publik më të njohur në Shqipëri dhe në Kosovë, është një nga ato gazetarë të cilët sa herë që flasin e trazojnë rrjetin. Ai është një ish deputet i Kuvendit të Kosovës. Jemi shumë të lumtur që e kemi sot të ftuar në WTF Extra Milaim Zeka. Mirë se erdhe Milaim. Mirë se erdhe, është shumë kënaqësi që të kemi këtu midis nesh një herë. Si shkoi rruga nga Kosova në Tiranë? Je mësuar tani? Shi. E bën shpesh rrugën, besoj. Për të ardhur dhe për të realizuar angazhimet që ti ke në media këtu. Gjysmën e javës se kaloj në Tiranë, gjysmën në Prishtinë, po realisht me Tiranën kam 1 milion fije tjetës time që më kanë lidhur prej fëmirisë time, me Prishtinën nuk më lidh asgjë, sepse në moshën time të re kur jam arratisur nga ish Jugosllavia, kam jetuar në Drenicë, nuk kam jetuar në Prishtinë. Pastaj për llogaritë radio televizionit suedise kam mbulu Shqipërinë, edhe shpeshherë u them kolegëve të mi, pak matri se sa ju, që në rast se doni me ditë pak a shumë punën time si gazetar, gjithve ju preferoj me kliku në YouTube Milaim Zeka Ramizalia, që intervistën e parë me Ramizalin e kam bërë në vitin 1990-91, kur ishte president për radio televizionin e Suedis, dhe është mirë me i analizu ma shumë pyetjet e mia se sa përgjigjet e Ramizalis. Milaim, pikërisht në këtë duam të diskutojmë pak me ty në fillim, duke qenë se je një gazetar i cili ke vite në këtë karrierë. Të analizojmë pak televizionin, si të duket ty tashmë televizioni në Shqipëri dhe në Kosovë. A mendon që ka dallim mes dy vendeve apo jemi në të njëjtin nivel në të dy shtetet? Tani unë për vete kam punu 16 vite në radio televizion të Suedis, edhe krahasoj më shumë gazetarin perëndimore, televizionet perëndimore, pastaj televizionet në Kosovë dhe në Shqipëri. Për fatin e keq, ne të gjithë, do më thonë si shqiptar, kemi një farë smundje patologjike me marrë si yrnek të keqen. Ne kemi marrë pjesën më të keqe të televizioneve italiane si yrnek, debatet, gjithë me folë për një herë, të gjithë me folë me u përgjigjë në një pyetje 20 minuta pa thonë në mënyrë absolute asgjë. Asnjë përgjigje. E vërtet. Dhe unë edhe kur kam ardhur me që nusja ime është nga Tirana, kur kam ardhur për shembull edhe nusja flisten janë në nanë, vjerra nënën tjetër, kunata gjithë për një herë, unë ndjeja veten si një super budall. Dhe më thosha çfarë budalle jam unë, sepse si të kalojsh në Austri, në Austri, duke përjashtu Italinë, e deri në Stockholm, edhe në televizion, edhe në familje, gjëja ma e ranë, ma e pa edukat është kur flet dikush mos me dëgju tjetri. Ose për shembull, te ne që është smundje kur vinë musafirët ne lëshojmë televizorin. Po, e vërtet. Edhe pse flitet televizori qëndron ndezur. Në qoftë se ti don me përzon një musafir në Austri e deri në Stockholm, lëshoj televizorin kur vinë musafirët. A mendon se televizioni në Shqipëri dhe në Kosovë është duke u përmirësuar apo sa vjen dhe po përkeqësohet? Televizioni në Kosovë në Shqipëri për fat keq është bën një puro pornografi. Do më thonë, debatet televizive janë pornografi. Ne pse s'po e pyesim veten, si ka mundësi që në këtë shoqëri gazetarët nuk po arrin me ndryshu asgjë. Për shembull, sulmoje ti gjithë ditën Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Meten, shikoje Shqipërinë ku është katandisur. Shikoje për shembull që s'ke sinjalistik, Bregdetin e ke cop, njeri unë e kam thonë edhe në Top Channel edhe në plot prononcimet e mia televizive, që një vizitor në Shqipëri vjen vetëm një herë si turist, po kur 2 herë. Nuk rikthehet po thua. Jo, në Shqipëri vjen njeriu
vetëm për të pa çuditëra. Shqipëria nuk është vend pushimi, Shqipëria është vend maltretimi, sepse para se të filloni me misionin, po e citoj Fadil Berishën, fotografin tonë të madh, i cili është kumbar i vajzës time të vogël, po më thoshte një ditë, tha gjysma e kamarierëve në Shqipëri kur të shërbejnë, mënyra se si të shikojnë, ose mendon që dojnë me të vra, ose me të përdhunu. Kush ishte më mirë? I thash inshallah na përdhunu. Do me thënë, dhe ti po thuaj që televizioni është një pasqyrim i asaj çka është vërtet realiteti në Shqipëri dhe në Kosovë. Televizionet në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe pjesa dërmuese e gazetarëve, 80%, nuk po tham 100%, po 80%, ne po i përshtatemi rrugaqërisë. Ne po i përshtatemi rrugaçve. Vetëm televizionet në Shqipëri e në Kosovë prodhojnë VIP-a nga prostitutat, nga femrat e mashkujt të cilët kanë qenë të burgosur për hajni, për drogë, edhe në Shqipëri e në Kosovë, edhe në vendet perëndimore. Njerëz të cilët marrin pjesë në Big Brother, për shembull, asnjë gazetar nuk ka byth as në Shqipëri, as në Kosovë, me u marrë me biografinë e tyre. Unë kam qenë opinionist në Big Brother Kosova, dhe unë kam pas guximin qytetar e njerëzor me i thonë njerit prej pjesëmarrësve, e ke në video, i thash ti mos e kruaj me mu, se unë të nxjerr dosjen, sa herë ke qenë i burgosur në Suedi për hajni e për drogë. Milej, po thuaj që produksioni nuk bën këto kërkime për banorët që merr pjesë? Po çfarë lesh kërkimesh poshtë zote, më majgore, po ku i ha produksionit bytha për atë punë, produksioni ka po që ky popull lop, ky veç don aty me pa kush kuj pja lyp, me pa me byth për jashtë. E gjitha kjo vetëm për hir të klikimeve. Nuk ka popull në Evropë ma pornografik se shqiptarët. I vetëmi popull që e këqyr femrën në bythe, kur në ftyrë ne jemi. Do më thonë, femra në shqiptari nuk ka kur farë vlere intelektuale, shpirtnore, njerëzore, për po si thot, o të kisha hangër, o që atë kisha ban, o të kisha që dikun në motel. Kjo është, do me thonë, jeta jo në reale, duke fillu nga ministra, nga deputet, nga kolegë tonë, ani kur foljen për ngacmime seksuale. Po na i dim të gjithë çfarë ngacmime seksuale ka në vendet punës. Pse ka mbrojtur në fuqishëm me publikisht Safet Gjicin? A e hangër i shkreti atje kot, edhe pa ta thonë një debat, thash, po kush s'ka bo seks në përzyre prej neve? Po, dike në ka kot. Po nuk duhet ta normalizojmë këto, pra nuk është një moment që duhet normalizuar. Nuk ka, na po e promovojmë. Po pse po zgjidhet kjo mënyrë promovimi? Përmend e pak Big Brother VIP Kosovën dhe thej që është pornografi edhe po gjitha ju vetëm andej po dhe këndi pse unë po pyes pse. Kush është fajtor? Mund përmendi me emra në televizion që punojnë dhe e kanë futur këtë frym? O të gjitha mediat ju në bo vetëm për klikime. Sot producenti, shefi emisionit nuk të shikon kanë e keftu, a e keftu një njerit kategorisë Ismail Kadares, a keftu një femër që mund të flasë për eksperiencë tjetës, që t'jep një mesazh për vajzat e mia, që t'jet një model për vajzat e mia. Aty intereson veç klikime sa janë ba. Dhe unë vazhdimisht kam thonë, që se o vlla jetoni vetëm për klikime, nxjerr në kokën e lajmeve 2 minuta pornografi, Chanelixin. Shqiptarët shikojnë, pastaj ti pastaj si ka logjik bre, ai përcjellin këta njerëz ndonjëherë shefat e lajmeve, ai përcjellin vëlla televizionet e huaja CNN-in ose BBC-n, hajde po i lën këto televizionet gjermane. Si ka mre mundësi në Shqipëri me fillu e me mbaru lajmet vetëm me kronikën e zezë? E vërtet, dhe kjo është një pyetje që e bën të gjithë. Ky babe, saj teze, saj motre, saj këtu, ose lajm vdiqën në Bangladesh një aksident 5 veta. Në Bangladesh 1 miliard njerëz, kjo është sikur me thonë durë si të shkelin jeni me makinë 3 pula. A e kuptoni ju, do me thonë është degradu komplet. Po është biznes në fund të ditës, do me thënë,
aq sa nuk dua ta justifikoj, gjej një arsye për të thënë që është biznes dhe duhen fituar para nga kjo gjë. Dhe kush është mënyra më e mirë? Klikimet. Si do t'i bëjmë? Këtë pranon populli shqiptar, këtë do bëjmë. Po dhe më përpara televizioni fitonte lek nga reklamat dhe nga Amo e klikimet. thash dhe une, ne ju kemi përshtat rrugaqërisë. Une kam mësuar në shkollën time, atë shkollë që e kam bërë, që rrugaqëria duhet me na ndjek neve, jo ne rrugaqët. Milaim, duke qenë se është kështu si, supozojmë që është kështu siç ti the, pse pranove ti ishe opinionisti Big Brother Kosovës kur ky program sipas teje është pornografi? Sepse unë në rolin e opinionistit kam arrit me fol për vlera. Unë do thot edhe bisedën kur unë e baj në studio me gazetar, që se dikush ban një pyetje që unë e konsideroj që s'ka vlerë, unë përgjigje mund çka du, jo ti çka don me nxjerr përgjigje prej me. Për shembull, në Big Brother, kur ata nuk e dinin se kush është Ismail Qemajli, kush është Ismail Kadareja, kush është Bekim Fehmiu, Nëxhmie Pagarusha, unë kam arritur që edhe aty me fol për vlera, thash s'keni faju se Ismail Qemajli nuk ka post TikTok. A kupton? E pastaj kam fol për Adem Demoqin, kam fol për Uçykën. Do thot unë si opinionist kam arrit para fëmijëve tonë, para miliona teleshikuesve me fol për vlerat të cilat ne i kemi. Një moment ama shumë i komentuar në rrjet ka qenë pikërisht një komentim i yti në story, për të cilin ti më pas pat edhe një debat me opinioniste në atij edicioni Olta Gixharin, për shkak të një komenti të cilin ajo e quajti shumë seksual nga ana jote. Bile ajo kur e qumë seksual tani më ka rat fekt. Po. Shiko, do me thënë, ty a pendohesh për atë postim në story? Absolut jo. Jo? Jo, absolut, sepse Olta Gixhari ka dosh me bo klikime në emrin tim. Mu nuk më njohin shqiptarët as në Shqipëri, as në Kosovë, në bos Big Brotherit. Unë nuk jam Big Brother, unë kam bo një 30 filma dokumentar, krejt dënjaja e din, unë kam punu për BBC, për CNN, ITN, Sky News, televizioni suedez. Une jom kthy në luft, unë jam i plagosur në luft, une kam humbë familjen, une kam nënën e zhdukur, une kam qenë dora kryesore të gjithë brezi juj, çka i shihni filmimet e luftës të Kosovës, 90% janë të dorës time, dhe kur mu më kanë operu në spital, në Kuks, në spitalin e improvizuar Amerikan, kanë operu pa narkoz. Mjeku i Australis, i cili më ka bërë operacion, ka bërë librin Durte për gjakura. Apo kupton? Dhe unë nuk jam Olta Gixhari. Dhe femra e cila i ka hop komt aty në Big Brother, aja është postim i produksionit. Dhe e kanë nxjerr njëni, ma ka dërgu mu, dhe unë e kam bërë kolab në Instagramin tim vetëm 3 minuta. Po ishte pikërisht shkrimi ai që ndezi pastaj edhe... Po nuk ka qenë imi. Dhe duke qenë ne, koleg, a do më kishe marrë mu më spari në telefon, qësh më morri nana e asoj gocës, edhe tha, o Milaim, tha, kështu unë isha një takim me gazetar, tha, ka dal një foto e Lelës tek Instagram yt. Edhe unë po e shikoj edhe kam bo delete. Pa ishte një aksident. Kjo, se të gjithë e din, që unë kur baj një shkrem, a mendon ti, që une e kisha bon atë postim e kisha heq. Që ta mërmenja? Në bazë të karakterit ti që ma jemë. Okej, nuk do ta kishe hequr, po ideja ishte pse u bë, pra se... E spjegova une, por produkcioni ishte në gjendje me blu edhe opinionistin edhe gjdo kanë vetëm për punën e klikimeve. Ata kryun luft produkcioni, luft, shumë të ndytë, shumë të ullë, shumë të poshtër, në emrin tim. Dhe unë deshta me lëshu atë natë Big Brotherin. Po. A kupton, se mu më falë anglisht që shtojnë, po bytha nuk mas për Big Brother, as unë i kam thonë Arbona Osmanit, që ku e ke,
që po e tham publikisht, 10 milion euro me mi ofru, unë nuk futem në Big Brother. Për m'ju tregu juve se çfarë opinioni ka familja ime për Big Brother, vajza ime ka qenë 10 vjeç. Okej. E çfarë ka thënë? A di që i ka thonë Arbona Osmanit? Me hy babin Big Brother, unë e ndroj mbi emrin. Pra, janë shumë kundra Big Brotherit. Absolut. Kam shku në Big Brother për punë se më kanë pagu mirë dhe në Big Brother e kam bajt qëndrimin tim. Por Olta Gigjari, në vend që me e komentu lojën e lojtarve, e komenton të lojën time, analizat e mia, dhe mu më ka ardhë shumë keq, dhe une, dëgjëm, e kam një diçka të vështirë se unë jam rrit me amanetin e babait tim, që kur njetë mos i bërë shpull një femrë dhe një fëmiu. Kur njetën time unë si kam ra shpull as motres, as të dashërave të mia që i kam pas veç 2 njetë, as vajzave të mia që i kam 4 vajza. Kur njetën time vajzave të mia nuk janë ngrisë zërin. Edhe kam pas shtirë kur Olta Gigjari për shembull më ka thonë mu, unë ta ndaloj Shqipërinë. Shqipërinë po. Si u ndjeve në atë moment? Shumë më kapën dridhme, të mrat fek, rëzova. Po, ke thënë që ke treguar vetëm 3% të asaj historie dhe se çfarë ka ndodhur mes teje dhe Oltës. Po dhe s'ja vlen. Nuk ja vlen, pra nuk është se ka ndodhur diçka më e rëndë se kaq. Po, nuk ka më e rëndë se sa me kërcnu ti një koleg. Apo kuptan? Po, ata që na njohin mu, ata që njohin Oltën nga afër, e din të gjithë. Por, kur kam dasht unë me u largun nga Big Brotheri, domethënë drejtori i Bigut, Kushtrim Gojani, edhe që është drejtor general i Klan Kosovës, më ka thonë të lutem të përgjërohem mos u largo, sepse Olta Gigjari do e shoh Bigun e ardhshëm vetëm nga ekrani. Dhe kjo gjë nuk ndodhi, sepse Olta është dhe ti nuk je, pse nuk je më në Big Brother VIP Kosova? Sepse ai e ka ditë që në rast se është Olta, unë nuk mund të jem. Pra, produksioni u detyrua të bënte një zgjedhje mes ju të dyve dhe zgjodhen Oltën. Unë nuk e di për zgjedhje pse qyshte ka është problemi tyre. Nuk është problemi imi, mu më kanë bo shumë nerë që nuk më kanë përzgjedh. Po thamë edhe njëherë, unë me Bigun e vitit kaluar kam humbë shumë punë, shumë projekte, shumë angazhime. Unë jam një njeri që nuk postoj në rrjete sociale, por jam një njeri që unë udhtoj pa fund. Domthon, jam pjesën kryesore të jetës time e kaloj në aeroplan. Nëse do të vinte përsëri një ftesë nga Big Brother VIP Kosova, do pranoje të ish opinionist? Jo, Po absolut. 2 vajza që janë opinioniste këtë edicion, si të duken? Shumë janë të mira. Leonora me Oltën, mendoj që do shkojnë apo do përfundojnë si ti dhe Olta? Unë Leonora Jakupin e kam me kesh private, nuk ka njeri ma e mirë, e një shumë gjatë, apo kupton, është njeri fantastik edhe me të thonë drejten, mos më u tregu kështu shumë i paftyr, as nuk e kam përcjell, as nuk e përcjelli. Në rregull. Milejm, tani do të bëjmë një lojë këtu në WTF, ne të vendosim përpara zgjedhjeve të personazheve publik dhe ti duhet të zgjedhësh mes tyre për preferenca personale ose dhe profesionale. E ke ti në dorë. Nëse do të japësh shpjegim, mirë, nëse nuk do, je i lirë, thjesht të thosh një emër. Se kuptova e ke ti në dorë, çfarë do thotë kjo? Të japësh arsye time apo jo? Okay. Zgjidh vetëm emrin. Mirë. Pastaj për shpjegime e ke ti në dorë. Se në Kosovë ke në dorë bjen pa lidhje. Kur më thoshte vjerrën e kam koloniare, më thoshte rrofsh o dhëndër, edhe të ne rrofsh do më thonë me rrujt lesh. Edhe i thosha dhe ti o i vjerë, pastaj u sjaru ma të se fillimisht më vike shumë i nati kur gjdo, qa thosha unë rrofsh o dhëndër, nga rrova të rrujt i shkreti. Letë filloj. Sa është puna dorës, nuk ka po opinionit. Është opinioni. Dyshja e parë, Arbana Osmani apo Ledion Liço? Në absolute Ledioni. Arsye? Arsyeja sepse është opinioni im që ju psan Ledioni aty ku asum për ata fare s'ma ndjen, po e udhëheq në mënyrë ma natyrale,
do me thonë edhe e ka ma shumë në kontrol spektakli. Në rregull. Ardit Gjebrea apo Ed Manushi? Mënyrë absolute Ed Manushi. Njeriu ma pozitiv një jetë që kam taku ndonjëherë prej gjithë njerëzve, do me thonë, që abnormal. Normal në Shqipëri është Ed Manushi, njeri me super energji pozitive. Arsyeja pse ti nuk largohesh nga topi dhe nuk e dorë kur nga e diella. Unë vetëm shkaku i Manushit rritë rreth i 4 orë, edhe ka pak mja bombajat kështu Alfredit. Kalojmë në dyshen e 2 prej këngëtarëve më të spikatura të industrisë së muzikës. Tafina Zeqiri apo Elvana Gjata, në preferencat e tua kush është? Në preferencat e mia është Dafina Zeqiri. Sepse unë paka shumë i marrë personalitetet kur unë i analizoj i marrë dhe në aspektin njerëzor. Unë ka në qmoj ma shumë, do më thonë, edhe si njeri, edhe si artist. Kur ka marrë në Shqipëri në 83-ën, po them ju dëve që të mos harroni, një këshill të një shkrimtari në Shqipëri. I thash du të shkoj të takoj një artist në Durrës, një këngëtar. Tha mos e tako. I thash pse? Tha se pastaj nuk ja dëgjon muzikën. Ke shkrimtar, ke gazetar, ke artist shumë të mëdhaj, po në jetën private janë aq të poshtër, aq të paftyrë, so që me njoft nga afër të vjen me vjell. Dhe nuk të bëhet më ti dëgjosh as artin që bëjnë. Që s'duhet ta takosh idhullin tënd, se s'do e kesh me idhull më pas. Kalojmë te dyshja e fundit, Grita Duma apo Bledi Fevziu? Unë për vetën time nuk njoh moderator ma mashtrues, ma falc, ma hajdut se Blendi Fevziun. Edhe këte ta them publikisht, ai ka bërë një emision në opinion, 2 emisione, me 4 orë gjirime të mia të luftës, dhe nuk ma ka përmend fare emrin. As nuk të ka marrë leje për ato xhirime për tu transmetuar? Jo më shoh shumë keq me te, dhe unë kur nuk flas me te, për punë të parimeve, sa ja s'ma ka marrë tokën e babës, as kur gjë. Dhe e ka marrë telefon kur kam mbaru emisioni i parë, dhe kam thonë që këto janë xhirimet e mia. Dhe ai vetëm thot një gazetar suedez me origjinë nga Kosova. Vetëm kaq. Vetëm kaq, nuk e ka përmendur emrin. Do me thonë, jo ti, por producentat e tu që janë mosh ma të pjekur, të gjithë, do me thonë, që i njohin këtë kategorinë e blendave, se nuk është blendi vetëm këtu, janë, do me thonë, njerëz, anglisht thojnë, byth lëpirsat të politikanëve, kështu që une e preferoj Grida Dumën. Në rregull. Tani jo në rregull as pak. Je shumë okay. Tani nga një lojë do kalojmë në një lojë tjetër. Në disa situata dhe situatat më të përfolura së fundmi në showbiz. Dhe ne duam mendimin tënd kështu pa filtra siç je ti, se çfarë mendon për situata të caktuara. Debati Alketa Vejsiut me Olsa Muhametin. Alketa tha që nuk preferoj Big Brotherin dhe shet porno në mes të ditës, ndërkohë që Olsa citoi dhe tha për Alketën që je mbretëresha e programeve arkaike dhe fallco. Çfarë mendimi ke ti për këto opinione dhe këtë debat? Përtej, unë s'du me hynë këte se është mendimi ose ndjesia e Alketës, ajo që ka mendon për Bigun, që shmendoj edhe une, po Bigu është Big edhe nejse, por që Alketa emisionet për mu ma qëlluara, ma mrekullueshme, e që i për cili është ky emisioni që e ban me fëmi. Peter Pani. Kështu që unë mendoj që Olsa nuk mund ta, në fundit nuk është Alketa produse këtyre emisioneve. Nuk jeni ju 2 produs të këtij emisioni, është një ekip e tërë, janë producentat, do me thonë është një regjisor, është një producent, janë njerëzit dhe dihet që për spektakle, do me thonë, janë të shikueshme dhe Peter Pani është nga emisionet ma
të preferume për familjen time, si që është për shembull portokallia. Pra nuk je dakord me mendimin e Olsës kur thotë që... S'jam dakord, jam dakord, unë po jap mendimin tim. Ndërkohë, situata tjetër është bifi që të gjithë kemi vënë re i Arbana Osmanit me Top Channelin. Pra her pas here, sidomos në intervistën që Arbana pati me Ben Blushin, u duk si kur her pas here shënjestroi Top Channeli dhe nga ana tjetër dhe Top Channeli dhe programet që bëhen aty. Është pak si pasiv-agresive kjo marrëdhënie Arbanës dhe Topit. Një bif mes Arbanës dhe Topit. Ty si të duket, da do e bëje ti të njëjtën gjë? Kur njët gjonat të cilat unë i kam me punëdhënësin tim, jam nga njerëzit e rrallë të guximshëm që unë guxoj shefave të mi mja përplas në fytyrë në tavulinë. Por unë kur nuk e dhjes pjatën në cilën ha buk. Dhe kjo dhirja që po e ban Arbana Osmanin ndaj Top Channelit është e para shumë e turpshme, e dyta e ban vetëm për klikime. Mu kru ka pak me Topin, që me thonë ja Arbana se po të mos e sulmon të ajo Topin, për shembull, që edhe ti nuk e kështë citu fare, për shembull. Pra po thua që dhe Arbana ka rënë pre e klikimeve. Normal, more, më falë, po Topi e ka ngrit Arbana Osmanin, edhe në momentin që dikuj, i hyn vetja në qef, ja po nisëm të redaksia juj, momentin që ty të hyn vetja në qef që tu që produksione nuk ban pa mu, dje që i ke ditë e numrume. Se ti mundesh me vdek në aeroplan në akcident. Çdo njeri prej ne vdesim, e çka ti me produksioni bën edhe pa ne. Do bajsh ti, pastaj ç'a do baj produksioni, vdi që ti me vdek edhe produksioni, me vdek edhe Top Channeli, puna Arbana Osmanit, jo në asnjë mënyrë. Pastaj, më fal. Po, këtu nuk ka vëlla spak, se po të hy spaku, me bohetime në radio televizionin shqiptar. Shkopyta Arbana Osmanin sa ka marrë për 3 net pages nga parat e taksa paguzve ton, mbi 200.000 euro për festival. 200.000 euro? Po, mbi 200.000 euro. Për festival. Është e sigurt ky informacion? Po shko gjurmoje, ka me dol 300.000. Apo kupton? Do me thënë shifra kaq të larta. Po, re vlla, po, ndërkohë që gazetari radio televizionit shqiptar paguhet një femër atje që si del paga për higienë trupit. Apo kupton? 600.000 lekë thuhet që është rroga minim bazë. Ore dëgjam, ju dy mos e harroni, kategoria më e poshtrume, më e fyme, më e diskriminume në Shqipëri e në Kosovë janë gazetarët. A dini ju çfarë pagesash të turpshme marrin gazetarët nëpër mediat e Shqipërisë e të Kosovës? Mësunisti sa merr Blendi Fevziu, e sa merr Sokol Balla, e sa merr një moderator, për shembull Koti, po shko pyet ti sa e ka rrogën, për shembull Anila Hoxha, sa e ka rrogën një gazetar të reni që vrapon 24 orë, ata pyeti, një kameraman i shkrejt, sa e ka rrogën. E tash mësë më nxej me shosë tani duhet me shosë. Jo, tashi, mbase do nxehesh nga një gjë tjetër. Hajde. E shikon atë specin aty? Këtu përpara ti. Specin? Përpara. E shikon ato pyetjet? Unë s'ha speca, që më stanin ty. O do t'i përgjigjesh pyetjeve o specin? Sepse jemi në kaliente. Janë të vështira, mos i mërë kështu kaq lehtëshëm. Vallai hiç s'ma merr mendja. Surprizë, kjo nuk është një pyetje, por një sfidë. Telefona tani Olta Gixharin vetëm për ta pyetur si je. Unë nuk e kam numrin se telefonoj pasi problem. E kam mund të ta numrin. japu numrin. Lirisht. E kemi këtu, do ta bëjmë pastaj, e bëjmë në fund. Rendit opinionistët e Big Brotherit nga më i miri tek pak më i miri, Arber Hajdari, Olti Curri, Jacqueline Lakatari, Neda Balluku, Olta Gixhari. Për më të mirë tha? Nga më i miri të më pak i miri. Kush është më i miri sipas teje? Jacqueline. Më e mira. Po, pastaj vjen Arber Hajdari,
Olti Curri, Neda Balluku, a ma e mira prej gjithve është Olta Gigjari. Pyetja tjetër. Sta hongra specin. Nuk po... Prit, ka përfunduar. Je I ende. pari që nuk po, e tenton fare A specin. fus në gjep. Hajde, shkojmë me tjetërën. Programi televiziv më I mirë dhe më I dështuar në ekranet shqiptare. Programi më I mirë televiziv për mua është Portokallia. Okej, program humori. Program humori. Më I mirë ndër më të mirët ka qenë Top Show I Alban Dudushit. Po. Vetëm këto 2 emisione. Më Pak I miri? më I dështuar po emisioni në Zona Zerra. Pse? Më duket se deshe ti shmangesh kjo është këta, me jo hile. me emisionet Duhet të ta tua. kafshosh pak specin me Jo, këtë. valla, unë u përgjigja. Kush thot për emisionin e vet që është I dështuar? Une. I pari në histori. Duhet ta kishim bërë në klapa përveç emisionit tënd. Jo, okej, po. Hajde, e fundit ta. E fundit. Ka me hangër specin qëta. Hajde, pyetje me spec, a? Kush është një personazh I njohur të cilin nuk do doje ta shihje fare në ekran? 2, a më I me thonë? Thuj 2-3, sa dush Do një ti? top 3-she. Baton Haxhiun dhe Blendi Fevziun. Ishte Ishte unë parashikueshme. unë kuptua gjatë bisedës. Tani Oltën Kemi e kemi? sfidën tani. Hajde. Hajde. Urojmë që Olta të mos e njohë numrin. Po duhet ta marrësh me tëndin. Jo, se do me e tendis. njohë merre ti. Ta marr unë. Merre ti, apo s'ka ofertë? Kam. Vendosim me viva voce. Vendoset e mikrofonit. Alo. Olta, Po, Milajm Zeka jam telefon. po, si ja? Mirë, të si e? Mirë, faleminderit. Po, jam një emision në zemër, tha, do e merë Oltën, thash, po s'kam më rëgjon me Oltën. Po, shni ky numër, se unë nuk ta kam këtë numrin ty. Po, jo mëre kjo gazetarja, se tha, ja po e marë, se s'kam ofertën, si ke qenë, mirë? Po pse del me ato deklarata, se nuk t'kam thënë kur. Unë nuk dal të flas si në për televizione, po nuk po shohë më burri dhe unë. Po, jo mëre do lavë, Po se... çfarë ato deklarata, kush ka kërcënuar ty? Unë t'kam kërcënuar. Jo, s'm ke kërcnu, po... Dëgjo, Ndihesh I lumtur nëse unë t'kam kërcënuar. po, dëgjo, Ndihesh I lumtur. dëgjo se je në emision live. Le more le fje. Po, okay, po vetëm të mora me të shumë sukses në Big Brother, ty edhe Leonores. Faleminderit, me men kokë Axhami. Ka faleminderit shumë. Faleminderit Olta, Faleminderit, faleminderit. Olta. Suksese, a? Po Olta. Milaim, u përgjigj Olta. Ishte komunikimi juaj I parë? Nuk keni Pas komunikuar? situatës në Big, është komunikimi I parë. Olta pretendoj që nuk të ka kërcënuar ama. Po, s'ka rëndësi, po tash aje mund me konsideru që sa është kërcënim, po në thash, mbase ka qenë një momenti nervozës të saj, nuk ka rëndësi e punë. Ka kaluar tashmë. Thash edhe njerë, as njerë nuk për mu një femër, kush do qoftë ajo, është, unë e kam respekt, a kupton? S'kam kur gja të keqe, është pune, ti e pe para sa ditëve që shkryjtë në mediat për wake up që u rëken ato kolegi. Po, do ta hidhje pas me Oltën, a mund të keni një pajtim edhe ta leni pas të shkuarën? Ore, une edhe njerë po tham, jam njeriu ma liberal, po s'm preken familje, unë s'kam kur gjatë keqe me Oltën. Pra s'ke asgjë. Jo, E laf, kuptoj. kur gjatë. Milaim, shumë faleminderit që ishe pjesë e intervistës në këtë episod të WTF Extra. Ke qenë një papar, do me thënë. thënë, nuk e di, në kam shijuar një intervistë më shumë se sa kjo me ty sot, dhe këtë ta them jo për servilizëm. Pa e the s'ka gjë. Absolutisht. Dhe je ndër të rrallët që nuk e konsumove Të specin specin me fare. veten Kosovë tani. Jo, valla, ty takon me hongër. Po se sfida u konë që Patjetër. Ja. Patjetër. E ha gjithën ajo. Shumë faleminderit. Shumë Prej juve, faleminderit. prej produksionit, edhe unë pavarësisht se si më njoft kështu, po vërtet kam
kalusin në shtëpinë time. Sa mirë, na vjen shumë mirë për këtë. Ndërkohë bashkë në doshimi të premten me episodin e rregullt të përjashëm të WTF Show. Tani ta mbyllim si çdo zakone. Pa. Si gjithmonë çfarë themi ne? Për çdo gjë themi WTF. Pafshim. Ándale.